problemin e shqiptarëve në Mbretërinë e Bashkuar. Sidomos është pak ironik fakti që në këto çaste që po flasim, Mbretëria e Bashkuar është e pushtuar nga njerëz që dukshëm nuk janë britanik, vinë nga Azia e Mesme dhe e Largët, por me sa duket problemi që kanë ata pak mira shqiptare, dhe pse bashkitë e Britanisë kanë filluar të shëmbin kishat e vjetra dhe të ndërtojnë xhami dhe komunitete fetare gati-gati, megjithatë po heqin shqiptarët, ata që kanë probleme. Shumë e vërtetë. Dhe nuk e dim nëse kjo në fakt është një qëndrim i ri politik apo një linjë që po ndiqet prej vitesh, dhe për këtë ne do të kemi dy lidhje në Skype që do të na ndihmojnë me komentet e tyre. Do të kemi Daniel Nikola, antar i departamentit Brain Gain. Mirë se vjen Daniel, mirëmëngjes. Dhe po ashtu Sajmir Kumria, avokat në Britani. Si jeni? Fantastike, pastori lajmeve. Dakor, atëherë pyetja është e thjeshtë e para, do duhet të bëjmë tifo dhe të rreshtohemi për krah kryeministrit Rama në këtë përsjatje të re politike, apo ndoshta nuk e dim të gjithë panoramën e plot? Fillojmë me Danielin, më pas Sajmirin. Mendoj që panorama nuk është shumë e plot, por për ata që duan ta shikojnë është më se e plot, sepse çdo gjë që ka thënë është folur, edhe në momentin që është munduar të intimidoj politikanët britanik, pa çka se politika në Britani funksionon ndryshe nga ajo që kryeministri pretendon që të bëj. I ka dalë për keq çdo azil kërkuesi apo emigranti shqiptar në Britaninë e Madhe, që në 2022-shën kur ishte kulmi i Covidit në gjithë botën, edhe pse me ato uljet e ngritjet e veta, i duhej që të riqte vëmendjen për të bërë një marrëveshje tjetër me Boris Johnson. E shtyu më tej çdo vit duke bërë marrëveshje të ndryshme nëpërmjet ministrave të ndryshëm apo vetë nëpërmjet figurës tij, dhe kur bëri takimin me Rishi Sunak tentoi që ta bënte të ndihem më të vogël për shkak të gjatësisë, e ashtu në vazhdim me Keir Starmer tashmë që ishte kryeministër. Vizita e tij e fundit në gjykimin tim në Britaninë të Madhe, çdo gjë që tha, që nga problemet e mëdha që Britania pas ka mas daljes nga Brexiti, ekonomia e dobët e tjerë, e bën që edhe pse kemi ndryshim qeveri, edhe pse janë ato që ai quan partisi motra e tyre në qeverisit Britanisë ditët e sotme, të ripërmendin shqiptarët mes parlamentit, edhe pse numrat e shqiptarëve në krahasim me numrat e bashkëpatriotëve të prindërve të sekretares në Britaninë të Madhe, por edhe të shumë tjerëve në Partinë Laboriste, janë shumë herë më të mëdha se azil kërkuesit shqiptarë të tjerë. Unë gjykoj që kjo tashmë jo vetëm si linjë ashtu siç u përmend në fillim të emisionit, por është edhe një kundërsulm kundrejt asaj marrëdhënie që kryeministri deri diku krijoi me Nigel Farage nëpërmjet postimeve pa koherencë politike, por edhe sigurisht një hakmarrje tjetër në lidhje me shqiptarët për shkak të asaj që përfaqëson politikisht Shqipëria. Ndërkohë për ju, zoti Kumria? Për sa i përket deklaratës së çastit zotit Rama, patjetër që është një çështje që duhet parë në një këndvështrim më të gjerë, patjetër që është një çështje politike, dhe sidomos vjen si rrjedhoi e të mbajti Shabana Mahmud në Parlamentin Britanik, ku e etiketoi shqiptarët kryesisht pjesën më më vulnerabël të shoqërisë, janë familjet me fëmijë, i etiketoi si 700 familjet që janë problemi kryesor i azilantëve dhe u mbështet mbi to për të marrë një normativ ligjore, ose janë ato targeti i parë që do luftohet. Pra, fjalimi i ministrit Shabana Mahmud është tejet një qasje zyrtare, Shabane duke bërë e cila kërkon të luftojë dhe të bjerë në interesin e votuesit, duke luftuar pikërisht